që kemë vronë më shumë, kanë qenë po me shumë të rëndë. Njerëzve jo shumë e rëndë. Shumë e rëndë është. Për shqiptarët i bashkën vetëm tuta, vetëm frika. Mirë mbrëma mishin Fokusit, kënaqësi si çdo herë të takohemi edhe sonte. Sot jemi në një situatë ku Kosova po flet shumë. Politikanët flasin, analistët flasin dhe thuajse gjithë e kemi një mendim. Në një kohë kur vendi ynë po duket i ndarë, i lodhur dhe shpesh herë i humbur në këzhurmen dhe kaosin politik cilin po e shohim sot. Ndoshta kemi harruar diçka shumë të madhe. Kemi harruar çmimin e lirisë së Kosovës, sepse para se të kishte debate, kishte luftë, para se të kishte përçarje, kishte bashkë, para se të kishte fjalë, kishte sakrifisë. E ne sot do flasim për kujtesën, për përgjegjësinë dhe për atë që jemi bërë dhe për atë që rrezikojmë të harrojmë. Andaj sonte në studio kam njeriun që ka ruajtur në heshje disa nga momentet më të rënda, më të dëmshme dhe më të vërteta të historisë së luftës së Kosovës së vitit 1999. Andaj shumë kënaqësi të kem në studio Esad Shalën. Esad, shumë faleminderit që je sonte pjesë e emisionit Zgjoho. Faleminderit për juve. Do të përgëzoj për këtë emision. Faleminderit shumë dhe unë jam shumë e nderuar t'ju kem sonte në studio dhe siç e ceka dhe në hyrjet e emisionit në këtë kaosin politik të cilin po e shohim aktualisht prezant në Kosovë, mendoj që kemi një përgjegjësi shumë të madhe mediatike që t'u servojmë pak njerëzve atë që po duket ndonjëherë sikur e kemi harruar çmimin, cilin e kemi paguar që ne sot jemi të lirë dhe ne kemi paguar aq me përqend të bashkuar, jo në fund të ditës përqend të kaq të ndarë. Esad, sa është barë e madhe ta mbash gjithë këtë përgjegjësi që me vitet e tona ju keni grumbulluar arkiva të fotografive, videove të ndryshme që dëshmojnë dhe e ruajnë luftën e Kosovës? Po, bara shumë e madhe, po unë fillimisht nuk kam menduar asnjëherë që kam më shumë më ardhur këtë sot ku jam. Unë thjesht kum fillu me një fotografi, me kërku fotografinë e familjes time, fotografinë time gjatë luftës, sepse ka qenë gazetar gjatë kohës, një kamerman, Paul Revzdal Menov Këmpiteri, dhe pas përfundimit të luftës, pas vitit 2004-2005, më ka interesu edhe jam ka shumë interesun mi kërku atë fotografi. Pas njerës ku mendu që vi këtu ku jam, ku sot i posedoj mbi 30.000 orë inqizime të luftës dhe mbi 2 milion fotografi të asaj periudhe të vështirë. Po as njerës ku menu, për shembull na kanë ditë që ka pas në luftë Kosovë, po se kum ditë që kanë mujtë me ndodhë këtë masakra, ky gjenocid e Kaqiran, edhe kur i kum shiku për shembull, o doshta me bind veten që ose mi shiku, ose me ndal atë qëllimin tem edhe me thonë vetit stop, sepse këtë pamje nuk janë për mu, këtë kje puni për këtë shtetit, jo individit, po kum arrit me bind veten në kohën më të vështirë, edhe më të lumtur, cilën e kanë pas gjithë moshatarët e mi në atë ku sa ishin njerëz të shokët e mi për shembull ty lu futboll apo lojna të ndryshme, unë dosh më morë me pjesën më të rëndën të asaj periudhe 97-99, e cila nuk më ka taku mu. Sa vjeç ke qenë Esad në periudhën e luftës? Po në luftë kum qenë shumë i gjatë me trup, kum qenë 12 vjeç, edhe e moj men shumë një luftën në mduket sikur sëd. Po prapë se prapë, edhe duke morë parasysh sakrificave të cilat i kena pas gjatë luftës, atë njerëz që kena pas të vronë gjatë luftës në përmolet ndryshme ku e na strehu, sëd prapë se prapë dyqysh e kam një framendje që nuk besoj edhe shumë që jena liri, për shembull, ku shkeni në qytet tjetër adin në pak, a di thamë, këtë qytet ka i lirë adin, sepse e këna, po normal, e këna ndërru në lirinë edhe o pak probleme bind veten. Esad, ndoshta arsyeja pse edhe ju e ndjeni me ka shumë përgjegjësi që ta servoni tek njerëzit atë të mirën që e keni përjetuar atë kohë, që për audiencën duhet me ditë që
edhe motra juaj ka qenë pjesë e luftës UÇK-s në atë periudhë, Luljeta Shala, për cilën bashkë me ekipën e Infokusit ne patëm realizuar edhe një dokumentar, një vajzë e re, e cila në aso kohë planifikante që të martohej dhe fatkeqësisht ajo mbeti e vrarë. Po në fakt, aja e ka shpetu asoj prite, po kur i ka vro burri asojna, edhe në bazë dëshmitarëve që kam pështu aty, aja nuk ka pas dëshia dhe me tu, ka thonë do mu vro, edhe dhe mu thonë karo herëkisht në molet e pashtrikët, me 14 orë. E mban mend do një kujtim, do një moment me Luljetën dhe sat? Po kujtime ka, normal, kujtime të mira, edhe është e vetmja femër, apo e vetmja ushtare e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që me 9 maj, dhe më thonë, në vitit 1998, në Gryk Llaboshnjikit, ku të mshelet Gryka Llaboshnjikit, krisma e parë e ushtarëve të QK-s vjen pikërisht nga motra ime, Luljeta Shala, që pak njerëz se dhe përmenin për shembull atë fakt, edhe kur ka gjuhë mas pari, me ormën e saj në Gryk Llaboshnjikit, ka thonë dhe u merë momenti që me nëzirë hak për agjin tim, dhe më thonë, mjekin e portë të QK-s, Hafi Shala, i cili ishte zhdukur punat vit me 10 prill vitit 1998. Po ky fakt adi pak përmenën, apo prej xhelozisë si ka qenë femër, sepse pak hapësira kanë dhënë sot, për shembull ushtarëve të QK-s femra, për shembull në Drenas motreme ka në jamën të rrugës komplet jashtë Drenasit, në fshatin Kreku për shembull nuk ka amën heq. Domethënë që kemë vronë më shumë, pse edhe sot vazhdon të jetë e shkelën vajzat apo nonat apo femrat shqiptare prej shtetit tonë apo edhe prej popullit tonë. Po se realisht ato kanë qenë heroina dhe kanë sakrifikuar jashtëzakonisht shumë. Kanë kontribuar gjitha nënat dhe gratë tona në forma të ndryshme. Po sot këtu që janë gjalla për shembull që punojnë për këtë vend, prapë janë të shkelna, nuk i dhojnë hapësiri, paraqikojnë në shumë aspekte, në shumë raste pa pasur nevojë heq atë. S'kem rënë më shumë. Kuptohet dhe ne uroj që shërbejmë që njerëzit të vëdësohen dhe t'u adin vlerën, sepse pa to ndoshta nuk kish me qenë aq e lehtë as për burrat tanë që t'ja delnin. Dhe ne gjatë kohës kur po flasim në ekran po na shoqërojnë pamjet të arkivave të luftës vitit 1999, të cilat ju i keni ruajtur. Fotot, të ndalim ju lutem regjia tek i fotografi, sepse po shohim fotot të civilëve në atë periudhë, sepse ky popull e sat ka vuajtur shumë. Po ka ujtë edhe... Po më duke si kur njerëzit po e harrojnë se atë sakrificë që është bëmë, atë dhimbje të tryshe kam përjetu familjarët ta, në anë tona, humbjet e mëdha. Po ka shumë historia të luftës. Interesant, i flasim, ju lutëm letë na vendosin në dalje një video të kësaj familje. Po e satë? Vazhdojmë... Çfarë barë ndjenë sot kur e shef, cilat janë ato ndjenjat tua kur ishe gjithë kohës këtu pamje? Po për shembull ka familjar për shembull që ka familjar të vet të humbur gjatë luftës. Po aja familja ka barën e familjarëve të vet. A mund ka për shembull në këtë Kosovën me vizitu këtë familje, mi po videot e këtyre familjarëve, edhe unë kam barën e gjithëve atyre njerëzve që kanë humbur më dashurët e tyre. Edhe që ditëna me vetën, po qysh mund me koni njëri mirë në kry, që 20 vjetë me i shiku këtë pamje, këtë inqizime, këtë vujtje të njerëzve të gjallësa që i kanë për shembull, që i kanë pasojat ndryshme, vujtjet ndryshme, gjymtyrët e humbra, edhe deri me sot për shembull askush nuk u mor me këta njerëz, as prej politikës, as prej atyre njerëzve që e kanë dashur të mirën e këtij vendit. Kjo është një non nga Arllati i Drenasit, cila dhe me thonë djalli sojna 11 vjeç, që s'gaboj, sakrifikohet që kemi jetu. Dhe me thonë, kjo ka pas djallin e vetë në krah, dhe i bie një granat e kësajna, edhe ku ka pas djallin në gjëk dhe me thonë krah, një copë shumë e madhe granatës, e rrok djallin e sojna,
e cilindra jetë në atë moment, edhe kje plagoset shumë ranë domon kam, edhe ndur, po fati i saj që sot me tu ka qenë djali i saj na 11 vjet i cili u sakrifiku. Se po mos të kish pas këtë djalin e vet domo në krah, domo kjo sot nuk ish jetu. Po domo u sakrifiku djalin 11 vjeç që kenon me jetu sot, e pa marrë parasysh vujtjeve të cilat i ka pas, edhe gjymtyrëve të cilat sot i mungojnë trupit. Aja vajza vogël është e sajna, kje kam mendu që edhe e ka ndru jetë, po për fat mirë kur e dërgojnë në spitalin ushtarak në Divjak, e sheh që i ka pështu edhe kjo qik e vogël, e cila ka qenë me ta. Kjen pomje duket shumë e vjetër kjo gruaja, po në fakt në atë kohë ka qenë vetëm 33 vjeç. Po për shkak dvujtjeve të shumë në atë pjesa nëna për shembull ka pas shumë kena luftuar për buk shumë vujtje shumë e pomja sojna tregon një mosh pak më të madhe. Shumë vërtet. Amo kjo ka qenë vetëm 33 vjeç. Duket e pabesueshme. Ta shkrasoj vetën tonë për shembull me tonë. Sot. Duket e pabesueshme për kjo është për atë mirë që e kanë përjetu nana tona dhe njerëzit e tanë. Duket që këto histori nuk përkojnë as në filma të cilat i shohim në realisht është një tragjedi për cilën nuk ka fjalë që mund ta përshkruaj. Unë zar kum bo luftë me duhet t'ju përulim me gjithë secili sakrificës së tyre, sepse realisht kemi shumë përgjegjësi që t'jemi qytetarë të denjë sot duke i parë gjithë këto vuajtje, gjithë këta lot që janë deri në atë kohë. Nona tona kanë qenë më heroina, ka qenë logjistike ushtrisë shlimtare të Kosovës, po për fat keq pak a përmanet sot. O dosht më ngrit një shtatore shumë më madhe në qytetin e Prishtinës, në mon Shesh, edhe me emrin dhe me thonë nëna shqiptare, heroina e kumbit shqiptare, sepse nëna shqiptare është heroin. Po për fat keq, sot ma shumë i kam përkushtu në gjinisën mashkullore, dhe ma kam bo dokumentarat ndryshme, ndoshta edhe për ata njerëz që sot nuk ekzistojnë, po që nuk e kanë meritu, dhe më thonë, as mi përmen, e leje mi bon për shembull heroin. Unë besoj që historia është fals, nuk u argumentu që do të mu argumentu dhe mu shfaq për shembull në publik historia reale, jo mu deviju. Po për fat keq u deviju historia shumë, edhe jem t'i vujtë më këtë pasoja, sepse për shembull shumë njerëz, shumë dëshmur, për shembull në Rash Dugaxhinit, besnike, bujare, për shembull 2 dëshmur, 2 djem 3, 15 vjet, 16 vjet, që kanë qenë në rast Koshares, në Koshare, që kanë luftuar deri në momentin e fundit, edhe ditën e shlirimit, domethënë, janë rënë mina, kanë rënë heroikisht, edhe se për shembull si përmend askush. E ka shumë raste që edhe familjarët e ty janë dyqysh janë dëshpruar janë adin që ka qenë dhe se të kërkush derën me vizitu. Dhe tërp për ne nëse nuk u hapim derën dhe nuk shkojmë të Kjo vizitojmë. pjesa ku kom nejt luftën e bashkëvan, që ja është pareti na furnizu me ushqim. Ka qenë është mundu që të bëhet një ndarje masive në atë kohë e Kosovës, por është për t'u admiruar bashkimi. Kjo është një pijami që ty këna qëndruna. është për t'u admiruar e sa të bashkimi që kanë bërë njerëzit në atë kohë. E solidariteti mes njëri tjetrit. Ne na ka shumë bashkuar në atë pjesë ku këna qëndru për shembull Molet Berishës, këna qenë 35.000 banor, po këna qenë domethënë secila këna dinë dhe njëri tjetër, dhe nëse nuk hongër misër, kanë hongër 85.000 banor tjera, dhe ushqimi ka qenë i njëjtë, dhe ne ka tonë të bashkuar, edhe na ka barabartë, dhe ne këna qenë hallat me njëri tjetrin, e këna shfaq aty mërzijet me njëri tjetrin, dhe ditën kur kryi lufta me 11 qershor, dhe me thonë unë menej që nëse secili ka kqyr punën e vet, interesin e vet, qysh mu pasuru ma shpejt, qysh me shkil njëri tjetrin, tash sipas meje, dhe shqiptarët i bashkojnë vetëm tuta, vetëm
frika apo një problem personal cilën e ka. Fatkeqësisht. E sa ju keni përjetuar dhimbje të them shumë të mëdha, keni parë pamje të tmerrshme. Por dua ta ndaj me publikun edhe ato emocionet e tua që i ke kaluar në këtë periudhë, sepse kanë qenë jashtëzakonisht rënda, edhe duke qenë një djalë i ri, gjithë kohës e ke ngarkuar veten me gjëra që realisht të kushtojnë shumë emocionalisht. Por cilat kanë qenë momente yt më i rëndë, që dhe sot kur e kujton të jap të njëjtën emocion? Po çdo herë ka momente të rënda kur të kthyer njëri video çdo ditë luftës. Se çdo ditë mund dorëzojnë njerëzit video të ndryshme të luftës, e çdo herë ha madje në koma, dhe ky u fundi. Është e çuditshme me ky bagazh kaq shumë i asaj çfarë ka ndodhur në Kosovë, e në anën tjetër për shembull mos më morr shteti me këtë arkiv, po me lëmë mu prish kjo arkiv, me lëmë mu hup kjo arkiv, o shumë e rëndë. Po momentet më trona në shumë, për mu, duke morë parasysh në atë ku më qenë shumë i ri, mi shiku për shembull, kanë qenë po me shumë trona. Po mas shumë të që më ka prejk, është një rast për shembull në Resinëv, sa ne në pjesën tonë, ka Kamronën i ne, ka Sadllore për shembull, ku një granat për shembull i bjen i familjes, në atë familje ka shumë të vronë, ku personi asoj familjes e ka kamerën e merr tani e filmon gjithçka çfarë ka ndodhur aty dhe çfarë pritet ndodhur. Është një non aty shumë e rejnë mush, ku plagoset për shembull shumran i bjen granata, edhe aja për shembull në çatë dhimbt mundohet mi dal ndim mjeki, burri saj na vjehria nuk mund mi dal ndim, sepse plaga shumë e rëndë, mundësia për me jetu shumë e vogël, në atë pështën vetëm një qik, për shembull 6 muaj, edhe në të dhimbt, për shembull, nona vetë merr qiken edhe dëmjellon për shembull qumshtin për herë të fundit. Edhe ka marrë qëzimin duke ndru jetë, aja nonë. E qika sajna 6 muaj ka rrit me shpëtu. O edhe që më kalon më shumë që të qe pomja që ka për mu, ka shumë ma rana, dhe më thonë. Edhe për stadin thamë pse nona të unë asë përmenën asë njëherë që kanë do kontribuat ka shumë madhë për lirinë e Kosovës. Ka qenë dhe mo logistik e o që kësë. Edhe asë kosh nuk i përmenë sed. Unë të regova ma heret veç një qytete për shembull këshyri, për shembull vojza shqiptare që kanë luftu, për shembull i ki kretë në periferi dikon qytet apo në fshat dikon ku se dhe asë kërkush ku ekziston në fshat, e ki jemnin e tyre në rrugë ndryshme. Dhe mo qatë shumë ne ja dina vlerën këtyre vojzave, këtyre heroinave, sa që nuk kena dasht as emrat e tyre për mi qitë në qytete, sepse unë mendoj që meshkujt cilët nuk i kanë përgjigj e thirrjes për liri, një farë mënyre e kanë një edhe vetën trupnun që me po në atë qytet një emën të një heroinës kosovare. Qëta njerëz për shembull kanë qenë në institucione, kanë qenë në pika kyçe për mi vu këta emra në qytete ndryshme të Kosovës, edhe kanë një vetën trupnun. Ja kanë marrë notë edhe vetës pse na mos me qenë për shembull aty po me qenë një vojzë 21 vjeçare. Esat, a është kjo Kosova sot për cilën është derdhur aq shumë gjak? Nuk e besoj. Duke marrë parasysh sot çfarë lufte e brendshme bëhet për shembull mes e partive të ndryshme, jo me punu për këtë vend, po qysh me hyp në pushtet, bëhet luftë për partive të ndryshme, secila po merr pozita më të rëndësishme në këtë shtet, edhe shumë e rëndë për shembull kur të mendesh që pse janë vrarë për shembull këta njerëz, për kanë janë vrarë, për kanë dhënë jetë. Këta veta politikanë do të mundol vetë pak me mendu, po nuk mund ta se unë besoj që një pjesë e tyne përdorin shumë dhe mo tableta apo sanet ndryshme për me qetësua vetën e vetë. Sepse një farë mënyre ku të takosh me ta dyqysh nuk e kanë atë vëmendjen e duhur
për këtë popull, me punu për këtë popull janë njerëz pa ndjenja, sepse vetëm pak mi shku mendja këtyre se ka henor ta çfarë sakrificë u bën për këtë liri, këta normale dosht me bën luftë për me punu për këtë vend, jo me bën luftë, me shkatru këtë vend, edhe me apru punën rinisë të Kosovës që me ik për këtij vendi edhe ata me shiju këtë pjesë, këtë vend ku deri gjak që mos me pas ngarkesë, mos me pas presion prej popullit që me hap fabrika apo me punësu edhe rinin. Këta kanë gjetë diagnozën që me apru punën kësaj rinie, me ik për këtij vendi edhe mos me pas ta telashe as ngarkesa më marrë me këtë rini, me punësime të ndryshme, edhe me zhvillu këtë vend, me zhvillu bujqësinë mas pari, sepse pa bujqësi s'ka shtet, po këta mendoj që janë njerëz pa ndjenja, edhe fare nuk i shkon mendja këtyne për ato çfarë ka ndodhur në Kosovë. Po kur përshojnë ta që kanë hup njerëz, e kanë hup popullin në farë mënyrë pa kthyer me mja këtij vëmendjen popullit, edhe me kthy respektin e këtij popullit ndaj tyre, duke përmendur luftën për emisionet ndryshme. Kjo familja ime, ky vëllovi jam këtu, motra mrapa, në çat vend kum qëndru dhe kjo ka qenë arsye pse unë kum bë luftë. Fillimisht për me gjetë fotografi. Po s'kam mujt vetëm ta me gjetë asnjëherë. Familjarët e kam gjetë gjithë, po këtu kena qëndru na, aj me majis të kaltër vëllovi jam, atje në mes me qashtogën, familjarët e nënt majt, aj që kjo është kroni për shembull, ku kena marrë ujë do me prit 24 orë, për me mush një kont atër kena thonë me ujë. Aty dyjat atje të me gjamperi i verdh, është motra jeme, kjo që i ka mingjës këninaj, ofra asoj vojzës me dverdh. Vetëm këtë burim e këna pas, do mo tata 5.000 banurin ako. Tash, varë që shku me nëzoran, nuk o burim shumë i vogël, për shembull 2 litra ujë do ke për 5 minuta ose ma shumë ditë mushën, e tash para mendohe, këtë këna qenë tata 5.000 banur, e këna pas vetëm një burim të ujtë. Ushqimi ka qenë shumë i, 2 mujtë e fundit këna hongër vetëm misër, më pastru si në pastru kërë, dhe mos sa këna qëndru dhe me 11 qershorët natën nonën, këna qenë pa pastru, po këna qenë shumë të shëndush me siguri për shkak të natyres. Telashës këna pas për shembull, higjiena ka qenë në zerë. Kuptohet sepse ka qenë gjendje luftë dhe pamundësit kanë qenë të mdhana atë kohë, sepse kushtet s'ka pasur, ashtë më pak që përplasim për Kosovën, që ne kemi qenë një vend shumë i varfër, sidomos aso kohë. Çka të dhemë sot mas shumë ti, Isat? Po mas shumë ti mu për shembull, kur dalë fshatami, për shembull, shkoj ka shkolla, shef fushën e futbollit, për shembull, e kujtoj për shembull 2014-15, u bajshëm aty periudhës 5 deri në 8-9, u bajshëm 10 ekipe, 12 ekipe, 15 ekipe, luajshëm futboll, e bajshëm me minuta, për shembull 10 minuta me lu fituesi rrin fushën tjetër ekip. E sot për shembull kur shkoj ndonjë nuk e sheh asnjë njeri, nuk e sheh asnjë zonë të njerëzve, shumë e rëndë. Shumë e rëndë është. Po këto politika ka pun krejt. Domethënë i ka largu njerëz pa dashje për këtij venit. Ja ka propunën me i për këtij venit. Në shumë mëllëmshme. Me njerëz që rrit për shembull sot nuk i ki. Se ki në për Evropë komplet. Edhe sot prap politika bën qit luftë. Me në largu për këtij venit prap. Kjo është shumë mëllëmshme. Edhe kjo të bën me dyshu që këta njerëz kanë gisht edhe ma fell adin, sepse nuk mundesh me urrejt këtë vend ka shumë, me urrejt këtë rini ka shumë, me apro punën kësaj rinis që u sakrifiku për këtë liri, dhe me apro punën me ik për këtij vendit. Po këtë ban me dyshu që këta njerëz një farë forme, një farë mënyre, mujnë me pas qaste direkte edhe me shtetin armik që këna pas përbetun Serb, prej vitit 1844 në atë nënë. Dhe kjo ma shumë pse politika mi ka largu shokët për shembull. Mi ka largu njerëz që jam rrit me ta.
sa dal foli vetë, dal mal, dal vetë, dal në fush me lu, futboll, do të me dal vetë, henta në njëri në kujtime e shumë të fella, dyqysh, të banë që pishmana mos me tu mu heq, jo mos me tu në këtë vend, po me ik për këtij vendit, mos me tu heq, se dëshpërohesh adin, kur në luftë, për shembull, kanë qenë bashkun në kushte shumë trona, e kena bind veten që më vra për këtë vend e mos me ik për këtij vendit. E sot për shembull liri me ik për këtij vendi me kaq gjak ftofsi o shumë e rëndë me këty shpinën këtij vendit. Po kretë kjo është si pasojë e politikës, e cila edhe sot vazhdon të njëjtën lojë, të njëjtin plan për me ik për këtij vendit, mu më ka ra shumë në për Drenicë me shku me bo misione, ku shkaj për shembull në për shkolla, fill ta kujtari nin, hin shkolla, nuk e ki asin nxans, i ki shkollat e shkatërrune, ka fshatra në Drenicë janë vetëm një banur, o shumë e rëndë. Ku të këqyr për shembull, sot jenë liri edhe ku të shkresh gjithkon folet gjuhën shqipe, e kush ka mendu që në liri për shembull kanë me këtu i shpinën këtij vendit, pa dashje, me zër. Shumë e vërtet dhe vajton plotësisht me ty sepse sot po shohim në një ndarje dhe një përçarje masive mes vendit tonë, një gjë që realisht nuk do duhet të ishte as pak prezente, se sot do të ishim gjithë një zërë dhe të bashkuar që ta bëjmë ndryshimin në vendin tonë, sepse ua kemi me bërgj edhe atyre që kanë sakrifikuar atë shumë për këtë liri që ne sot jemi të lirë. Pas periudhës së luftës, sa njerëzit kanë kaluar në situata shumë të vështira psikologjike, gjë që është shumë normale në një vend kur dalin nga pas lufta. Normal. Aq më pak, dua dhe kam shumë të rëndësishme të marrë dhe opinionin tuaj, sepse duke qenë një njeri i cili gjithë kohës dhe ka përjetuar luftës, po dhe këto vitet e tona atje çdo ditë, duke shoshruar veten me pamje të tmerrshme, tragjike të asaj kohe, si është gjendja juaj emocionale? Keni kaluar në faza të ankthit, depresionit, sepse këtu kanë qenë dhe janë të pashmangshme në situata të tilla. Po normal nuk mundet me konë asnjëri mirë i cili ka jetu gjatë luftës në Kosovë, sepse lufta ka qenë shumë të mëshme edhe ka përfshi gjithë Kosovën. Do vende ka prek ma pak, do vende ka prek ma shumë, po nuk kanë qenë të lirë domethënë i gjithë populli i Kosovës. Po duke marrë parasysh në ato që kom po personalisht sot, nuk mundet me konë një njeri mirë në kry. Po gabimin më të madh e ka bërë shteti pas përfundimit të luftës, që nuk u morë me trajtimin e këtyre njerëzve, e kësaj kategorie e cila e ka përjetu luftën e Kosovës pak ma thellë. Gabim shumë tron ka bo, kur deri sot për shembull i kena edhe qindra njerëz, apo edhe mia, ndoshta s'moj me thonë mirë, po qindra njerëz të Kosovës, për shembull, që kanë bo vetvrasje. Kjo si pasojë e shtetit Kosovës, që nuk u morë me ta, për shembull, me formu një grup të psikologëve, edhe mu marrë me këta njerëz. Edhe kjo ka qenë njëri ndër gabimet që ka bërë shteti Kosovës, edhe gabimi i dytë është që nuk i ka bërë intervista këtyre njerëzve, për shembull dëshmitarëve të masakrave, njerëz që kanë përjetu dhunime të ndryshme, edhe njerëz që kanë përjetu gjëra të ndryshme të mëshme të luftës, që për fat keq një pjesë e madhe e tyre kanë ndru jetë, domethënë pa e lënë asnjë dëshmi për ato çfarë ata kanë përjetuar gjatë luftës në Kosovë. Po me him më detajisht, shteti i Kosovës ka bërë shumë gabime të pafalshme, edhe për fat keq sa i përket pjesës luftës, unë mendoj që ende edhe sot është shteti i Kosovës në kom sa i përket krimeve serbe që kanë ndodhur në Kosovë. Jo vetëm periudhën 97-99, po për vitin 1844-1999 janë mbi 580.000 shqiptarë të ekzekutuar nga regjimi serb i asaj kohe. Dhe të njëjtën kohë sot shteti i Kosovës, politika e Kosovës, njerëz që janë sot në pushtet, domethënë luajnë ende me ndjenja të familjarëve, të cilët i kanë humbur më dashurit e tyre, duke
e bo numër zyrtar, numrin shembull të fëmijëve të Kosovës që janë vrarë gjatë luftës 97-99, 1432 fëmijë, a shteti i Kosovës e ka numrin zyrtar 1133 fëmijë vrarë gjatë asaj periudhe. Edhe kjo shumë e rëndë, domethënë, për neve, dyqysh sikur me na shpall luftë neve shteti i Kosovës, neve disa individëve, cilat jemi duke punuar në këtë drejtim, si që edhe profesorin e stret plana. Dhe s'do dalëm asnjëherë. Derisa dalin dhe njerëz tamam të vërtet që i dhojnë hapësira, punojnë për këtë gjenocid që ka ndodhur në Kosovë. Edhe unë mendoj që rahatin që nësë pa muna me pasë në këtë vend është si pasojë e asaj që na e kena harru gjatë periudhës luftës. Se këta edhe me esha dëshmorë dhe më kanë lujt, kanë përfitu. Se që është të rasti motrës tanë për shembull në Polas, cilën e ka bon zhvarrimin e shteti Kosovës në mënyrë të dhëmshme, duke hik me bagerë. Se çfarë ka ndodhur të ky rast që t'jemi më të qartë? Pas kush nuk ka folë, më as televizionin nuk kanë pas guxim me shku në Polac, me mu marrë me këtë rast shumë tron, ku mbi 200 dëshmorë që kanë qenë të varrosën në Polac, i kanë zhvarros, në mesin të ka qenë motra ime me komandantin Muj Krasniqi, edhe shumë komandantë tjerë. Na kanë bërë kërkesë se secili me hek familjarët e vet, po s'kan pranuar ata, edhe u bën zhvarrimi me bagerë në Polac, edhe kanë bërë varrimin domethënë Morin. Edhe në Morin kur bërë varrimi i tyre, ka qenë gjitha varret kanë qenë me ujë. Domethënë varri ka qenë komplet i betonuar, o do poshtë me ka për shembull gurë ose zhavar që me vazhdu me ecë ujët kur të bjen shi, e atë varre kanë qenë komplet me ujë, ku unë personalisht 24 orë ku më nejt pa gjëm, edhe më shku atë varre komplet i kum pastru me një kufe me ujë, kam hjek ujën gjithve. Sepse kanë qenë të tërat mbushura me ujë, domethënë deri mbi tokë. E zhvarrimi tyre kur u bën masa të dëmshme, u bën me bagerë. Edhe veç që kanë u lugën, edhe a ka kop në esan, në jashtë, në dorë, po diçka, edhe ata pak ishna që i ka kopa e luga bagerit, i kanë qitë në arkival, edhe kanë vazhdu, i kanë rivarros në Morin Skënderajt. Dhe me honë këto këmë përmen shumë herë, sepse na si familjarë du të me shku me bo homazhën dy vena, me 14 dhjetor, që shkujnë një pjesë e madhe familjarëve. Shkujnë e bojna edhe në Morin, homazhë edhe në Polac. Dhe mon dy vena, sepse motra eme është e përgjysmune, gjysën e trupit e konë Polac, gjysën e konë Morin. Kjo si pasoj e shtetit që domon nuk ja ka ditë vlerën as këtyre, domon në farë mënyre u mënu mi zhduk edhe eshrat e tyre, gjurmët e tyre. Kjo është një fakt, adin se kur folën për këtë rast, unë normal mund të ka përgjësia jam. Unë jam shumë i vetëdijshëm e çka foli, sepse kom tentu në atë kohë, shumë herë kom tentu me hy dhe mi dal bagerit përpara. Po s'm kanë lënë. U ka e vend komplet i rrethun. Prej policisë dhe prej FSK-s. Dhe mos ke mujt me hinjë me helikopter. Dhe kjo mua dhe më ka vrarë mas shumë ti, pse ata se kanë meritu me lot trupin e përgjysmun, vetëm që me tuk me bo biznes dikush. Kjo shumë e rëndë. Po do të me ditë populli, do të me ditë populli edhe vetë ku jetojna, çfarë shteti jetojna, dhe do të me ditë populli sa shteti Kosovës ja din vlerën atyre njerëzve që na kanë mundësu neve sa me konë liri. Po këtë janë fakte, nuk pa foli me ata shëthama ose me të njine. Unë jam në gjendje me dha për përgjësi para Zotit, para shtetit, para gjithë ku janë në gjendje me dha përgjësi, edhe e një vetën shumë fajtor, nëse në Polas nuk është asnjë ashtë i atyre dëshmorëve. Po unë jam shumë i sigurt, 100% që gjysa esha të atyre dëshmorëve janë Polacat dhe gjysa janë Morin. Me përgjësin më të mohën e thamë që vetë jam shku atë dhe këmë këshyë. Edhe kom po qa atë ku i kanë hongër edhe ishën atë dëshmorëve në Polac. Edhe këta muna me fakte, nesër muna me shku, me marrë një bagerë, edhe jam shumë i sigurt edhe shumë i bindur që aty janë gjysa e eshrave, sepse kom folën me familjarë të atyre njerëzve atë.
ku edhe ata e Pra kanë disa prej dëshmorëve të tanë, të cilët Mbi kanë 200 dëshmor. kontribuar për lirinë e Kosovës, në cilën ne sot e gëzojmë, pra trupat e tyre Janë fatkeqësisht përgjysmuar. janë të përgjysmuar në 2 vende të ndryshme, Po, pra po, që ta Laço dhe qartësoj Morin. për opinionin publik. Kjo është për Që të dëshmorët më të keq. majtë, Ilas Kodrën, Rasim Kiçinën, Beqir Goshin, Muj Krasniqin, motra me burë të vetin, i ki dëshmorët më trimat më të majtë që e kanë dho jetën për këtë vend. Dhe se meritojnë dëshmorë me pas 2 varre. Këtë që ta dëshmorë që janë Polacë që kanë ka 2 varre. Atë të pamënejnë Morin. Ata nëse kjo çfarë po e thuani Po, ju kjo do sa të është mu- vërtet, do të mu- kjo është shumë e vërtet. skandaloze, Unë- sepse nëse Nëse- nuk mund ti Nëse nuk është e vërtet, unë jam gjendje me hinë burg për tonë Kjo jetën, është- me bo kontratë me burg edhe mu kolë në burg për tonë jetën, nëse kjo nuk është e vërtet. Realisht ndjej shumë keqardhje për këtë situatë, sepse kjo është për të ardhur keq, sepse ne kemi obligim gjatë gjithë jetës të ndërojmë ata në forma të ndryshme, të ndërojmë duke u qëndruar edhe besnik edhe pas rënjes së tyre heroike që cilën e kanë bërë në 99-ën, por njëkohësisht edhe duke i nderuar, duke qenë ne të bashkuar dhe duke qenë kontribues për këtë tokë, po aq më pak të bëhen gjëra të tilla, të cilat realisht po të them drejt, po ndjej turp. I kanë Sepse bo është- me vedjet plot. Është të mërshme. Nuk e kanë bo kështu që se kanë ditë, po ka me vedije. Sepse na këna pranu se cilën me hek familjarën e vetë. Me marrë me një kazë, me një kacim, me një ashtë me hek vetë. Unë e vetë e kësha hek. Po jo me bagerë, tash para me ndohë, ati u mu luga bagerit. Ti tash do të me ditë edhe pak edhe vetë logjikisht adin, Pa. që komplet kufumet e një me Kemi të bagerë. qartë. Fatkeqësisht. E jam takuna me njerëz që kanë marrë pjesë atë direkt, që kanë qenë bagere, kanë qenë para kufumave, ata edhe sa janë trishtu shumë edhe e një vetën fajtur, po s'kan pas qare se e kanë pas urdhën, kanë punu në qatë institucion. Në shumë më dhemshme kja adin. Është shumë e dhëmshme. Dhe pa falshme është, sepse nuk kanë pas nevojë bëmi hik për e të jytë. E dhe në kërën varus 98-ën, për shembull në luftë, edhe në rregullim. Jo me lume me ndjenja të familjarëve, mi bon apet adin që me të pikë tonë jetën, pse me ndodhë kjo, për shembull. Aq më pak nuk guxojmë po shpërblim në këtë mënyrë kontributin e tyre të cilën e kanë dhënë për vendin e Kosovës, për atë arsye po them që kjo duhet të jetë diçka për torp, sepse ne kemi me borxh dhe kemi obligim që të jemi në shërbim të tyre dhe pas rënjes së tyre dhe t'i ndërrojmë ata në forma të ndryshme. E sa ne arritëm në fund të këtij emisionit dhe unë të falenderoj shumë që na nderove duke qenë në studion e emisionit zgjohu dhe për gjitha këto histori, informacione që i ndavem me gjithë shikuesit tanë dhe uroj që gjitha këto të shërbejnë tek opinioni publik duke i vëdisuar që mos ta marrin të mirëqen lirinë cilën e gëzojmë sot, sepse pas kësaj lirie qëndrojnë sikur ato pajme që i pam një mund, një sakrifici jashtëzakonisht të madhe cilën e kemi obligim gjatë gjithë jetës tonë për çdo ditë ta rikujtojmë që ne të jemi njerëz të mirë për vendin tonë. Unë t'jam shumë i njohëse. Falenderoj edhe ty, sepse të kila një dhunti do më të veçantë të luftës të Kosovës, me këtë emisione kërë e ke njësë në fillim në më të kumë përcjellë, vazhdimisht, Shumë faleminderit. edhe sugjeroj që dhe në tarëmin më morë me këtë emisione, sepse të ke funit dhe ti do të mbetesh në histori, sepse nuk ke punë e vogël mi bo këtë emisionet luftës, edhe me kalon në dhimbten e gjithë atyre njerëzve që kanë marrë jetën për këtë vend. Ne realisht nuk po bëjmë asgjë më shumë se sa që kemi obligim për ta. Dhe kjo madje është më e pakta që po bëjmë, sepse unë e ndjej përgjegjësi mediatike që çdo herë t'u servoj njerëzve kontributin e tyre. Ne u kemi shumë borxh atyre, sepse pa ta ne nuk do të ishim sot në asnjë studio ose nuk do të kishim asnjë hapësirë televizive. Kështu që sa faleminderit shumë nga ty. Faleminderit për juve. Atëherë të nderuar shikues, ne arritëm në fund të këtij emisioni. U falenderoj shumë të gjithëve që qëndruat me ne. Natën e mirë, mirëmbëjtje dhe shihemi të mërkurën.